Prej 5 dekadash, akademikët e Kosovës kanë punuar në rrethana jashtëzakonisht të vështira kohë pas kohe, por synimi ishte të mbrohet gjuha, të mbrohet kultura, e mbi të gjitha të mbrohet interesi kombëtar. Ata kanë kontribuar në formim politik, arsimor e kulturor, dhe e kanë lidhur shtetin ton me qendrat botërore të dijes. Kanë artikuluar idetë të cilat i dhanë kuptim rrugës son për një shoqëri të vlerave dhe për një shtet modern e të integruar në institucionet euroatlantike. Në çdo fazë të historisë son, akademia ka qenë një nga institucionet që nuk është dorëzuar. Studimet, arkivat, botimet, krijimtaria letrare artistike kanë mbajtur gjallë edhe ëndrrën tonë për liri dhe shtet. Kosova kishte një histori dhe trashëgimi të çmuar dijesh të hershme, përpara se kjo godin dhe ky institucion të merrnin formën që ka sot. Këtë trashëgimi sot, në këtë jubile, ne e kujtojmë dhe e nderojmë me mirënjohje të thellë. Udhëheqësit e shkollës shqipe, profesorët e normales, studiuesit dhe albanologët e parë shqiptar, dhjetra e qindra shkencëtar me përkushtim dhe sakrificë punuan për të mbajtur gjallë arsimin, gjuhën dhe kulturën shqipe. Ata mbase nuk kishin luksin e traditave të gjata akademike, por patën idealin dhe qëndresën për lirinë dhe për t'i hapur rrugë dijes. Punuan në kushte të vështira, shpesh të mbuluar nga censura, shpesh të privuar nga mjetet më elementare të punës shkencore, por me një adet dashuri sublime. Falë tyre kultura, gjuha, historia dhe identiteti kombëtar shqiptar në Kosovë arritën të mbijetonin dhe të lulësonin. Që nga themeluesi i akademisë, Platoni dhe nxënësi i tij më i shquar i shkencës, Aristoteli, njëri autori i Republikës dhe tjetri autori i Politikës, akademia dhe politika kanë udhëtuar së bashku. Shkenca dhe artet dhe pushteti me shtetin përdridhen mes tyre, mes forumesh dhe fushbetejash, sepse dija shkencore dhe arti, duke qenë në imanencë publike, janë gjithmonë politike.